Mandej vazhdoi pejgamberi alayhis salam dhe tha: "Wa futihat abwabul jannati fala yughlaq babu ahad." Edhe janë qel krejt derët e xhenetit. Asnjë derë e xhenetit nuk është e mbyllët. Do të thotë kur është kjo veçori, kjo është vetë për muajt Ramazanit. Do të thotë cilën derë ta dëshirosh ti ki me hin ta. E don derën e agjëruesit, e ki babo Rejan, e ki të hapt. E don derën e bamirësisë, sadakës, e ki të hapt. E don derën e fjalës së mirë, e ki të hapt. E don derën e përpara kon dera e xhihadit e luftës, e ki të hap për luftarin. Çdo derë është e hap në këtë kohë. Do thotë, çka mendon kur dikush thotë, mulë se qeveria i ka hap derë për me na dhon gjona krejt shkojnë. Edhe Allahu xhaleshanu i ka hap derët e bamirësisë, i ka hap derët e xhenetit, vetëm a ka kush vepron edhe punon edhe me përfitu xhenetin. E xheneti vëllazër përfitohet pikës pari me falje, edhe me rahmet për Zotit. Ajeti Kuranit që tha: "Le maghfiratun min Allahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un." Një falje për Allahut, edhe një mëshirë për Allahut është më e dobishme se krejt nga ajo që keni grumbullu në këtë jetë. Ke grumbullu pasuri, vën momenti kemi lanë edhe mi braktis krejta. Edhe dashamirët e to, edhe pasurien tone, edhe këto knacit e kësaj bote, kemi braktis. E kush të ban pare ti, e kush të ndihmon, kush të ban dobi, të ban dobi nëse të ka arë falja, maghfira për Zotit, i falër të Allahu, apo të ka arë mshira. E falja dhe mshira, nëse zbret dhe njëherë, zbret në Ramazan. Pikrish gjatë ti muaj vllazër, kemi mundësi me morë edhe faljen edhe mshirën e Allahut. Mandej fjale për Pejgamberit alayhis salam thot: "Wa nada munadi." Por çdo natë thot një thirrës thret: "Ya baghi al-khayri aqbil." O ti që bën vepra të mira, edhe ja ke mësi me bë vepra të mira, aqbil, vazhdo, mos ndal. Vazhdo, mos ndal. Nëse ke qenë veprues i mirë edhe para Ramazanit, në Ramazan shtoj intensitetin tanë, shtoj këto vepra. Në Ramazan nuk ka me pakicë me punu vllazër. Në Ramazan duhet me punu me shumicë, shumë istikfar me bon, shumë pendim me bon, shumë lexim me bon, shumë namaz me bon, shumë do të thotë kujtim të Zotit me bon, gjithë shka duhet me shumicë me bon, se është muaj që fiton edhe merë, ti mas Ramazanit mune shumë me bo veprat mdoja, për shpërblimin se ki gjatë sukre ki këtë muaj. Atër e ki 1 me 1 ose 1 me 10. Aj, në Ramazan, jo 700 fish, po me miliona fish nuk e ka caktu Allah për një namaz që ke falë. E falem i qindien zbashko, kjo s'ka çmim që pagut vllazër. S'munët me thonë askush, kjo i qini, është sa 100.000 mi falë në qabe, ma shumë. Pse? Se pejgamberi alayhis salam thot bi ghayri hisab. Kurani thot: "Yawma yuwaffa as-sabiruna bi ghayri hisab." Atë ditë ku do të shpërblehen njerëzit me çmim të pakufishëm. E ne vllazër, këto gjëra që kemi të pakufishme, duhet me shfrytëzu, të përfitojmë në mënyrë që ta marrim shpërblimin e këtij muaji të begatshëm. Ja baghi ash-sharri aqbil, ja baghi ash-sharri aqsir. O ti që bën keq, ndalo. Për çdo natë të thret me laçja. Ti që bën mirë, vazhdo. Ti që do me bën keq, ndalo. Se i me një muaj të shenjtë, i me një muaj fisnik, i me një muaj që krejt është me mëshirë, rahmet, falje dhe shpërblime. E ti po dash veç prej ketëve, edhe dënë me bon një gjuna, ose dënë me bon një mkat, mu dallu prej ketëve, nuk takon, qoftë si musliman, qoftë edhe si njeri. Andaj, nëse shef vjetën, gjatë këti muaj vllazër, që pe fal namazën, po hin xhami, po fal taravija, po agjeron, po bën bamirësi, dije se ti ju ke përgjigj që asaj melaçe që po thirr për gjithë natë, për secilën natë. Ju ke përgjigj, edhe ti e në rrugën që ju ke përgjigj, thirrësit të melaçes, o ti që bën vepra të mira, vazhdo, do të thotë ju ke përgjigj një ftesës të madhe, e cila ftesë është e veçantë vetëm për këtë net.
vetëm për këto ditë. Jashtë këtyre ditëve nuk thirr më kush. Ndesh me ban, nuk don, nuk thirr më kush bën vepra të mira, se shpërblimet janë kapitale edhe janë shumë të mëdha.